Vila e Enver Hoxhës, një vilë që edhe në ditët e sotme ngre pikpyetje shumë të mëdha. Të gjithë jemi kureshtar të dim përtej këtyre mureve të ngjyrosura, me ngjyrë portokalli dhe ngjyrë të gjelbërt. Çfarë fshihet në këtë vilë? Kemi dëgjuar lloj-lloj fjalësh, kemi dëgjuar histori të ndryshme, por sot do të rrëfehet në këtë rubrikë çfarë fshihet brenda vilës së Enver Hoxhës. Një punonjës që ka punuar në këtë vilë raporton gjithçka si çfarë ka para aty brenda dhe çfarë në të vërtetë ka ndodhur. Zbuloni sekretet e vilës së Enver Hoxhës. Kur vila u ndërtua në fillim të viteve 70, punëtorët që punonin në bodrumet raportuan diçka të çuditshme. Ata thoshin se netëve kur e ndalnin dritën, dëgjonin zëra që ecnin poshtë dyshemes, edhe pse askush nuk duhej të ishte aty. Njëri prej inxhinierëve, një nga burrat ishte nga Shkodra me emrin Petrit, kishte thënë një frazë që u përsërit si legjendë ndër punëtorët. Kjo shtëpi ka themele mbi frikën, dhe frika nuk qëndron kur e heshtur. Por një javë më pas, Petriti u transferua papritur në një kantier tjetër në veri. Askush më nuk e pa Petritin. Dale. Por frika nuk mbaron këtu. Gjërat sapo kishin nisur në këtë vilë, edhe pse nga jashtë dukeshte tepër e bukur dhe shumë famoze, ndoshta qytetarët e Shqipërisë thonin Enver Hoxha është me fat që banon në këtë vilë së bashku me bashkëshortin e tij. Por kjo vilë kishte shumë mistere. Kjo vilë kishte frikën që vetëm punonjësit e kësaj vile din ta rrëfejnë tmerrin se çfarë kanë para aty brenda. Historia e parë nuk është aq e frikshme, me këtë se çfarë do të dëgjoni në këtë historinë e dytë, një tmerr i vërtet. Pas vdekjes së Enver Hoxhës, gjatë pastrimit të viles në vitet 90, disa teknikë që po raportonin sistemin elektrik zbuluan një derë metalike të fshehur pas një rafti librash në bodrumin kryesor. Pas saj, ishte një korridor i ngushtë që zbriste edhe më poshtë, aty ku nuk shënohej asnjë plan ndërtimi. Në fund të korridorit, gjetën një dhomë të vogël pa dritare, me mure të mbuluara, me lesh xhami dhe pllakë zbutëse zëri. Në mes të dhomës ishte një tavolinë e ndryshkur dhe një karige e prangosur në tokë dhe një mikrofon i vjetër i lidhur me kablo që ngjitej lart, drejt katit ku ndodhej zyra e Hoxhës. Nuk dihet për çfarë ishte përdorur. Disa thonë se aty zhvilloheshin pyetje për njerëzit që donte t'i dëgjonte vetë diktatori, pa pasur nevojë të ishte i pranishëm. Të tjerë besojnë se dhoma ishte ndërtuar për testime të pajisjeve dëgjimi, një laborator për spionimin e heshtur. Por sipas njërit nga teknikët që hyri i pari në atë dhomë, i cili e rrëfeu pas shumë vitesh në emigracion, brenda kishte një erë të rëndë që nuk largoheshte me ditë. Ai tregonte se kur ndezi elektrikën, dëgjoi për pak sekonda një zë të qerë në kufje, që ishin ende të lidhura. Një zë që ende përshpëriste në shqipen të vjetër. Mbylle derën, mos i thuaj askujt. Pas atij momenti thuaj se teknikët refuzuan më të punonin atje. Dhe në dokumentet e asaj kohe, ajo dhomë u mbyll me një vulë mekanike ku shkruhej arkivi i ndaluar. Por historia e tretë është ajo që do t'ju befasoj pafund. Ajo që do të dëgjoni është e paimagjinueshme, ajo që ka ndodhur. Tmerri brenda kësaj shtëpie, një shtëpi që edhe ditën e sotme nuk është as pak e qetë, një shtëpi që edhe ditën e sotme fshehen shumë sekrete. Personi që ka punuar brenda kësaj shtëpie nuk ndalon sot fyërit tmerre që i ka parë me sytë e vet.
le të themi që edhe i ka prekur me dorën e tij. Çdo dhomë mbart një rrëfim, çdo dhomë ka një sekret, çdo dhomë ka një përshkrim të paimagjinueshëm. Në vitet e 1980-ta, roja i natës i vilës, një burr e mbaj mend të quhej Leka, rinte vetëm në postën e tij deri në mëngjes. Ai kishte raportuar disa herë se në orët 3 të mëngjesit dëgjonte hap të rënd që zbriste shkallët dhe më pas ndalonte para derës së bodrumit. Sa herë shkonte të kontrollonte, nuk gjente njeri aty. Një natë pasi rojet e tjera u vonuan, ai tha se e pa në fund të korridorit një hije me uniformët e errët që shikonte drejt, por pa fytyrë. Mëngjesin tjetër, Leka kërkoi transmetim dhe me transferimin që u bë, ai ku nga Tirana nuk foli më kur për atë natë. Por kjo pjesa e fundit tashmë është edhe më e paimagjinueshme. Tmerri që po tregohet në këtë pjesë është frika më e madhe që zotëria ka kaluar brenda kësaj shtëpie. Një shtëpi që thuhet se brenda natës ka zhurma të tmerrshme dhe dritat e shtëpisë vizen vetëm. Një shtëpi që ka zëra të ndryshëm, në një shtëpi që thuhet se akoma dëgjohet zëri i Enver Hoxhës. Por çfarë rrëfen pjesa e 4? Çfarë tregon ky njeri, i cili sot e kësaj dite ka mbetur me traumat mbi të cilat ka përjetuar në këtë shtëpi? E mbaj mend kur vila u hap për restaurimin, arkitektët që punonin për projektin treguan se gjatë rindërtimit të bodrumit, dritat fikeshin vetë. Një natë një kamerë sigurie që po testonin regjistroi zëra të ulët, pëshpërima dhe pëshpërisnin emra, megjithse ndërtesa ishte bosh. Zyrtarisht, kjo u përshkrua si interferencë elektromagnetike, por punëtorët që ishin aty atë natë nuk pranuan të ktheheshin për disa ditë. Njëri prej tyre, një burr nga Durrësi, tha se në murin e bodrumit kishte parë diçka që nuk mund ta shpjegonte. Një dorë e shtypur në suva, si e sapo lënë, me 5 gishta të qartë dhe shenja gjaku të thara.